Dashur flet se I kam këtu me Ram, me Berish, me Niko Pelesh, me kam diku tjetër. Këshilli I lartë gjyqësor, Këshilli I lartë gjyqësor që sot reagon për vrasjen e një gjyqtari në sallën e gjyqit, para disa kohësh të ngonte dhëmbët dhe nuk reagonte dot ndaj akuzave linçimeve që hidhte kryeministri, ish kryeministri, ish presidenti ndaj njerëzve drejtësisë. Është shumë vonë tani dhe Këshilli I lartë I drejtësisë reagon kur dëmi është bërë. Unë nuk e di se si ka moral politika shqiptare dalë sot dhe të reagoj për vrasjen e një gjyqtari. Dhe nuk e di se si ka moral Ministria e Brendshme del dhe thot nuk ka përgjegjësi policia. E kuptoni, edhe në Palermo, gjyqtari nuk është vrarë në sallën e gjyqit, apo prokurori është vrarë në rrugë. Pra prekja e sistemit të drejtësisë, cili do qoftë gjyqtari, edhe nëse një gjyqtar është I përfshirë në afera korruptive, duhet të hetohet dhe dënohet për aferat e tij. Dhe për sa kohë është në tempullin e drejtësisë duhet të respektohet për atë vendim që ai shpall në emër të Republikës. Dhe pastaj gjithë historia tjetër është thjesht kukuvajkat e politikës që përpiqen të flasin pasi dëmi është bërë. Se unë jam e bindur që prapë të nesërme në të njëjtën gjuhë do vazhdojnë, sapo t'ju preken interesa. Gjithmonë në një sallë gjyqi ka disa që fitojnë e ka një palë tjetër që humbet. Dhe gjuha e politikës I ka inkurajuar njerëz botës krimit të drejtojnë gishtin, akuzën, tentativën, kërcënimin e tjerë me radhë. Indri, atë t'jap një statistikë? Po, vetëm një pyetje të fundit. Okej, ma jap statistikën, po të flasim edhe pak. Vetëm në 3 muajt e fundit, ke një trug gjykuese në apel që është kërcënuar, Valdete Hoxha, dhe nuk është reaguar. Është kërcënuar gjyqtari Fatri Islamaj, nuk është reaguar. I njëjti gjyqtar që sot është viktim, e që nesër jam e bindur dhe politika do t'i shkojë për t'i quar një tuf me lule, ka patur debat me këtë palë që ka në proces. Dhe askush nuk e ka vënë ujë në zjarr për të rritur sigurinë. Policia e shtetit nuk ka bërë detyrën për të parandaluar. E di çfarë duhet ndodhte sot, duhet kishte një zinxhir dorëheqjesh. Që nga ministri I Brendshëm, që nga drejtori I përgjithshëm I policisë, ka ndodhur krimi I rënd, krimi më I rënd, vetëm 500 metra larg zyrës Ilir Prodës, që presupozohet të jetë zona më e sigurt se është drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Më shpjegoj një gjë. Si është e mundur që personi kishte hyrë me armë në gjykatë? Se kaq e thjeshtë. Ja, pra institucionet duhet na thonë se këtë çështje kam ngritur gjatë gjithë kohës në raportime. Atëherë, di çfarë thotë? Po. E di çfarë thotë Edi Rama? Po. Edi Rama thotë, përveç se shpreh ngushëllimet të gjykatës të ndjera Srit Kalaja, thotë kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjedhjesh mes policisë private në emër të pavarësisë gjyqësorit. Ruhet nga policia e shtetit. Dini që deri në 2014 gjykatat ruheshin nga policia e shtetit? Po, tani. Në 2014 me një vendim të ministrit brendshëm Semir Tahiri dhe me miratimin e qeverisë, policia